Rritja e çmimit të energjisë elektrike po bëhet një shqetësim real për qytetarët e Kosovës. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë pse. Konsumi i energjisë elektrike në tetor u rrit me 17% krahasuar me tetorin e vitit të kaluar. Prodhimi vendor nga thëngjilli ra për rreth 15%, ndërsa importi i energjisë është rritur me 19%. Sa më shumë që rritet konsumi dhe importi, kompania KEC i kërkon zërejës rritjen e tarifave, duke argumentuar se shpenzimet e veta janë më të larta. Në nivel vjetor, situata është edhe më e dukshme. Importi i energjisë është rritur për 48%, prodhimi vendor ka rënë për rreth 20%. Kjo rritje e varësisë nga importi dhe rënja e prodhimit vendor krijon pasiguri energjetike dhe është një nga faktorët që mund të çojë në fatura më të larta për qytetarët. Kur konsumi rritet, edhe prodhimi bie. Çmimi i energjisë rrezikon të rritet, ndërsa stabiliteti i furnizimit mbetet i pasigurt.